Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në televizionin e Kosovës. Ka përfunduar pamarrëveshje takimi mes kryeministrit Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, lidhur me çështjen e presidentit. Pas takimit i cili zgjati më shumë se 2 orë, kryeministri Kurti tha se është i vendosur që t'i shmangë zgjedhjet e reja, duke i vlerësuar si jo zgjidhje. Ajo shpreh optimist për një marrëveshje politike, duke paralajmëruar takim edhe me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Ndërkësh kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku bëri të ditur se nuk është arritur ndonjë marrëveshje me kryeministrin Kurti lidhur me çështjen e presidentit, duke thënë se takimet do të vazhdojnë në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje. Rreth 2 orë ka zgjatur takimi ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku për çështjen e presidentit të vendit, ndonse nuk pati ndonjë marrëveshje pas takimit. Në një deklarim për media, Kurti është shprehur optimist për gjetjen e një zgjidhjeje për president, duke thënë se takimi me Abdigjikun është zhvilluar në një frym dashamirëse dhe konstruktive. I pari i ekzekutivit tha se zgjedhjet nuk do të ishin zgjidhje efikase. Ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund ta zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët. Kurti ka shprehur optimizëm se mund të arrijë një marrëveshje politike, por se theksoi se përpjekja për të vazhduar vetëm me 80 vota do të ishte shumë e rrezikshme, sipas tij për të siguruar një zgjedhje të qëndrueshme nevojiten të paktën 84 deputet. Unë vazhdoj ta kem qëndrimin e njëjtë që nëse kemi një emër të përveçëm dhe po synojmë që të jenë veç se 80 apo 81 veta në soll, në këtë legjislaturën e 10, ky do të ishte një rrezik tepër i madh. Vetëm një shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod për emrat e përveçëm për 80 deputet që qëndrojnë në soll. Pas këtij takimi edhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se po bëjnë përpjekje për të gjetur zgjidhje, por që sipas tij sot nuk janë diskutuar emra konkret për president të shtetit. Diskutuam për afatin kohor, kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të zgjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale. Në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Ai ka thënë se njëherë duhet të merren vesh rreth parimeve të procesit, por në rast se nuk gjendet zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, atëherë sipas Abdigjikut zgjedhjet janë të pashmangshme. Po përpiqemi të gjejmë zgjidhje, por derisa jemi në takime, po përpiqemi për zgjidhje. Në momentin që s'ka takime, atëherë kuptoni se zgjedhjet janë të pashmangshme. Pra, nëse s'bëjmë asgjë për 3 javë të ardhshme, zgjedhjet e kemi të pashmangshme. Ndërkohë Kurti bëri të ditur se do të përpiqet të zhvillojë takim edhe me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, duke theksuar se presidenti i ardhshëm nuk duhet të jetë një apo 2 partive, por një figurë që përfaqëson një konsensus më të gjerë politik. Ai ka shtuar se PDK-ja asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh, vetëm ka kërkuar që ne të besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër që të 2 kandidatët të jenë të PDK-s dhe të mos na tregojnë paraprakisht. Kjo e bën sipas Kurtit të pamundur marrëveshjen. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza i është përgjigjur Kurtit duke kërkuar që kryeministri ta formalizojë me letër zyrtare iniciativën për çështjen e presidentit. Pas këtij konkretizimi nga ana e tij, çështja do të shqyrtohet në organet e partisë dhe më pas do të paraqitet qëndrimi përfundimtar i PDK-s, thuhet në përgjigjen e zyrës së informimit të PDK-s. Sipas zyrtarëve nga ky subjekt politik, çdo zhvillim i mëtejm lidhur me këtë çështje do të trajtohet në përputhje me procedurat e brendshme të Partisë Demokratike. Sistemi i ri i hyrje-daljeve në Bashkimin Evropian ishte planifikuar të bëhej plotësisht funksional me 10 prill të këtij viti, megjithatë, për shkak të vonesave të gjata në pikat kufitare, disa vende të BE-s kanë vendosur ta pezullojnë ose të zbatojnë vetëm pjesërisht këtë sistem. Sistemi i hyrjes-daljes i Bashkimit Evropian ka shfaqur probleme në praktik
Dhe kjo është arsyeja përse shumë shtete anëtare kanë hequr dorë nga respektimi i afatit përfundimtar. Ky sistem është lançuar pjesërisht në muajin tetor, ndërsa më 10 prill duhej të ishte plotësisht funksional në të gjitha kalimet kufitare në Bashkimin Evropian. Mirëpo ai nuk po funksionon në mënyrë të njëtrajtshme, duke nxjerrë në pah probleme operative në pikat kryesore kufitare. Sistemi i hyrjes-daljes zëvendëson vulosjen manuale të pasaportave me regjistrim biometrik, fotografi të ftyrës dhe gjurmë gishtash dhe synon të forcoj kontrollin e kufinjve të jashtëm dhe luftoj te i kalimet e qëndrimit në territorin e Bashkimit Evropian. Mirëpo zbatimi është i fragmentuar. Disa shtete kanë reduktuar ose pezulluar përkohësisht për shkak të problemeve teknike dhe mungesës së kapaciteteve. Komisioni Evropian ka lejuar fleksibilitet, duke mundësuar pezullimet të përkohshme gjatë pikut të sezonit. Belgjika krahas Francës dhe Holandës për shembull tashmë kanë bërë të ditur se nuk mund ta vëjnë plotësisht në funksion këtë sistem. Pasagerët në aeroportin e Brukselit po përballen me radhë pritjeje që zgjasin edhe nga disa orë. Për autoritetet belge, radhët e pritjes janë të papranueshme dhe dëmtojnë imazhin e kryeqendrës evropiane e Brukselit. Autoritetet përkatëse të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar konsulta me Komisionin Evropian për të krijuar një orar të përbashkët dhe realist për nisjen e zbatimit të plotë të regjistrimit biometrik. Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në fshatin Bajinc të Drenasit. Rastin për RTK Live e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë e Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Sipas saj, aksidenti ka ndodhur rreth orës 9:40 minuta, ku janë përfshirë një kamion dhe një vetur. Si pasojë e përplasjes, një person ka ndëruar jetë. Vdekja e tij është konstatuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor, ka deklaruar Ahmeti. Njësitë të trafikut rajonal po merren me hetimin e rrethanave të aksidentit. Vazhdojmë me të tjera zhvillime të ditës. Çmimet e derivateve të naftës edhe gjatë ditës së sotme po vazhdojnë të jenë mjaft të larta. Sipas të dhënave të fundit, çmimi i naftës ka arritur në 1.86 cent për litër, ndërsa benzina tregtohet me 1.49 cent për litër. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit u ka bërë thirrje të gjithë operatorëve ekonomik që të zbatojnë në përpikëri vendimin e ri të marrë nga Ministria e Tregtisë me qëllim garantimin e një tregu funksional të qëndrueshëm dhe në shërbim të interesit të konsumatorit. Theksohet se shkeljet e këtij vendimi do të trajtohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ditë më parë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari Lila, vendosi çmimin tavan që nafta mos të shitet më shumë se 1.91 cent dhe benzina jo më shumë se 1.44 cent për litër. Ndërsa shoqata e naftetarëve ka paralajmëruar protest nëse vendimi i qeverisë nuk do të ndryshohet. Kryetari i shoqatës së naftetarëve Fadil Berjani ka thënë se disa prej bizneseve të derivateve mund të bankrotojnë për shkak të vendimit të Ministrisë së Industrisë për çmimin maksimal të lejuar për shitjen e derivateve. Ai theksoi se nafta po importohet me 1.86 euro për litër dhe po shitet po kaq, gjë që sipas tij kjo është e dëmshme për bizneset. Federata e kickboksit po mban kampionatin shtetëror për fëmijë, kadet dhe junior. Kjo është një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive për të rinjt në Kosovë në disiplinën e kickboksit. Kampionati shtetëror për fëmijë, kadet dhe junior përfaqëson një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive për të rinjt në Kosovë në disiplinën e kickboksit. Ky aktivitet organizohet në patronatin e Federatës së Kickboksit të Kosovës me qëllim zhvillimin, avancimin dhe promovimin e sportistëve të rinj në nivel kombëtar si dhe fuqizimin e sportit të kickboksit në vend.
Kampionati po zhvillohet me interesim të madh duke mbledhur talent të rinj nga e gjithë Kosova dhe duke ofruar një platformë të rëndësishme për garë, përvojë dhe afirmim sportiv. Ndryshe, sportistët janë ambasadorët më të mirë që promovojnë vlerat sportive të Kosovës. Sot shënohet dita ndërkombëtare e sportit për zhvillim dhe paqe. Data 6 prill u vendos nga Organizata e Kombeve të Bashkuara së bashku dhe me Komitetin Olimpik ndërkombëtar. Derisa gjithashtu në këtë datë shënohet edhe dita hapjes së lojrave olimpike moderne, të cilat u mbajtën në Athinë në vitin 1896.